kush ishte? Vlad Drakula. Teksa përmendin Vlad Drakulën, shumë njerëzve ju shkon mendja tek vampiri. Por, a ka qenë ai vërtet një vampir? Apo kjo ishte një nofk që ati ishte vënë? Por përse ai ishte emërtuar si vampir? Çfarë duhet të bëjë një person të quhet i tillë? A ishte vërtet ai një vampir? Jo. Drakula ishte një njeri i vërtet. Drakula ishte një njeri i cili udhëhoqi pjesën jugore të një shteti, të cilin ne sot e quajmë Rumani. Kur Mehmet El Fatih avancoi në Europën lindore, ku sot ndodhet Hungaria dhe Bosnia-Hercegovina, ata arritën deri në Rumaninë jugore, ku ndodheshin populli Vllahias. Ata donin të luftonin kundër perandorisë osmane, por ishin shumë të dobët ushtarakisht, kështu që bën një marrëveshje paqësore me ta. Një nga pikat e kësaj marrëveshje ishte që sunduesi i këtij rajoni duhet të dërgonte 2 djemtë e tij tek Sultan Murati, dhe ai do t'i dërgonte ata në Stamboll që të edukoheshin dhe të shkolloheshin. Kështu, ai dërgoi 2 djemtë e tij. Njëri prej tyre quhej Radu dhe tjetri quhet Vlad, i cili është edhe ai që ne njohim sot si Drakula. Ai mori këtë emër sepse fjala Drakula do të thotë djali Drakulit. Dhe fjala Drakulto të thotë djall apo shejtan. Pra emri i tij përkthehej djali i djallit. Dhe pasi do të dëgjojmë historinë e tij, do të shohim se ky emër i përshtatej shumë karakterit të tij. Pasi ata shkuan në Konstantinopol, Stambollin e sotëm, ata studioan atje. Vëllai i tij Radu pranoi Islamin dhe mësoi Kuranin përmendësh. Edhe Drakula, edhe pse nuk ishte musliman, studioi për Islamin dhe madje mësoi të fliste arabisht, persisht, turqisht dhe disa gjuhë të tjera. Pas një parkohe, ai u kthye në vendin e tij edhe u bë mbreti. Osmanët dërguan Drakulën dhe jo vëllain e tij, sepse e dinin se një musliman nuk mund të ishte mbreti një vendi të krishterë, përndryshe ata do të revoltoheshin. Por kur ai u bë mbret, ai nuk u përmbajt kushteve të traktatit të paqes që ata kishin bërë. Perandoria osmane dërgoi tek ai emisarët për të mbledhur taksën vjetore. Nëse doni të shkelni në vendin tim, ju duhet të hiqni çallmën që keni në kokë. Emisarët ju kundërpërgjigjen dhe i thanë se nuk do ta heqin atë. Ai këmbguli, por ata refuzuan sërish. Kështu që ai urdhëroi ushtarët e tij që të sillnin disa gozhda të gjata, dhe nëse ata do të refuzonin sërish që ta hiqnin, atëherë ai do t'ia ngulte gozhdat në kokë në mënyrë që ata të mos e hiqnin më kurrë çallmën. Dhe kjo sigurisht shkaktoi vdekjen e tyre. Ky veprim ishte një akt lufte, dhe me këtë Drakula tregoi se dëshironte që të luftonte kundër perandorisë osmane. Kështu që Sultan Mehmeti dërgoi një ushtri të madhe që të luftonte kundër Drakulës. Por Drakula ishte rritur në Konstantinopol dhe i njihte mjaft mirë taktikat e luftës së tyre, kështu që ai mundi të triumfonte në disa betejë. Por nuk është kjo arsyeja sepse ai u quajtë Drakula, i biri i djallit. Ai mori këtë emër si pasojë e asaj që ai bëri më pas. Në momentin që ata kapnin një person në rob, Drakula urdhëronte që ky person të vritej në një mënyrë mjaft të tmerrshme. Është aq e paimaginueshme, saqë edhe kur e përshkruan të dritë trupi. Ushtarët e Drakulës e merrnin këtë person të kapur rob dhe ngulnin atë në një shkop të gjatë, i cili përshkronte trupin e tyre nga fundi i shpinës deri në gojë. Dhe ky proces bëhej teksa personi ishte i gjallë. Dhe pasi vrisnin personin e parë, vazhdonin me të dytin e kështu me radhë, dhe trupat e tyre i linin aty që të shikoheshin nga të gjithë. Kështu që kur ushtria e perandorisë osmane erdhi për të mbledhur trupat, panë që në një nga rrugët kryesore të qytetit ndodheshin 20.000 musliman të masakruar në këtë mënyrë dhe të lënë aty si shembull. Imagjinoni për çfarë masakre. Imagjinojeni çfarë vuajtje kanë kaluar ata. 20.000 trupa të masakruar. Imagjinojeni dhimbjen që kishin muslimanët e tjerë kur pan këtë. Drakula nuk bëri shkatrime, masakra dhe çmendurira vetëm me muslimanët. Ai ishte një kasap. Ai ishte një zullumqtar i niveleve të larta. Drakula kaloi në hu mira njerëz, gra, pleq, fëmijë. Ai vrau me mira kristian dhe musliman. Ai dogji të mbjellat, dogji fshatrat,
helmonte ujin e pishëm e të tjerë. Të ndodhura në këto kushte, Sultan Mehmeti nisi një ekspansion ushtarak nga Stambolli. Ai vendosi ta luftonte personalisht të Drakulën, madje ai mori edhe vëllain e tij Radune. Drakula ishte dinak, e njihte shumë mirë Sultan Mehmetin, sepse ai ishte rritur në oborin perandorak, për një kohë të gjatë ata kishin qenë edhe shok. Ai bënte një luftë guerile, shfrytëzonte terrenin, dilte dhe i shkaktonte dëm me ushtrisë osmane. Por zullumi i tij në popull sa binte dhe shtohej. Mlleti që kishte për Sultan Mehmetin e bëri atë që shkatërronte fshatrat rumun. Njerëzit po vdisnin urije. Ktu filloi dhe pakënaqësia në popull. Kishte prej njerëzve që po largoheshin prej tij. Drakula, duke qenë nga Rumania, ishte ortodoks. Por ai i tha papës që nëse ai do ta ndihmonte me forcë ushtarake, ai do të kthehej në katolik. Atij nuk i interesonte besimi, por vetëm pushteti. Kështu që edhe populli i tij filloi ta urrente. Betejat vazhdonin për ditë të tëra. Mendohej se Sultan Mehmeti kishte marrë rreth 100.000 ushtar për të luftuar Drakulën. Ai kishte me vete edhe një artileri të rëndë, ku mes tyre kishte topa gjuajtës me barut. Historianët mendojnë se ajo ishte teknologjia e fundit e asaj periudhe. Vlad Drakula kishte informator në të gjithë vllahnin, përfshi këtu edhe Bullgarin. Informatorët i informonin rreth lëvizjeve të sultanit. Ai mësoi se sultani po lëvizte me artilerinë e rëndë dhe i duhej të kalonte Danubin. Ky ishte vërtet një problem i madh për sultanin. Si do i kalonte 100 topa gjuajtësa me barut? Të pozicionuar përballë lumit, sultani ja besoi detyrën një komandanti shumë të aftë. Ai së bashku me një pjesë të ushtrisë tentoi të kalonin Danubin, por aty ranën kurthin e Drakulës. Në fakt ky ishte një kurth për Drakulën, sepse ai sapo zbuloi vendodhjen e tij, u gjet përballë gjyleve të topave që vinin nga ana tjetër e bregut. Betejë ishte ashpër, osmanët ja dolën të triumfonin pas shumë vështirësive. Ata kaluan Danubin dhe Drakula po tërhiqej nëpër fshatra. Drakula përdori një strategji ku rrallëherë është përdorur. Ai dojë çdo gjë që linte pas. Dogji fshatrat dhe njerëzit i vendoste në hu që të demoralizonte osmanët. Helmoi ujin dhe bëri që populli të vdiste urije. Teksa sultani avancoi drejt kryeqytetit, Drakula vazhdimisht dilte në terrene malore dhe bënte luftë guerile. Mbas shumë ditësh luftime dhe avancime nga osmanët, Drakula u vra. Një pjesë e historianëve mendojnë se Drakula u vra nga populli i tij, ndërsa pjesa tjetër thonë se u vra nga muslimanët me në krye Sultan Mehmedin. Kjo është historia e Drakulës, të cilën shumë pak njerëz e kanë dëgjuar. Sa njerëz e dinë që Drakula ka qenë një njeri i vërtet dhe që ka qenë një